nesër kurse që të bëhet kryeminist ka mu detyru me ulë me fuqisin. Ka mu detyru. Dhe mos më ulë me zveti me diskutu është e pa arsyeshme, pa logjikshme. Kote Aziri ka konfirmuar që marrë bashkëpunimit janë duke konsultuar se për paftesës së fundit nga Komisioni e Lidhjes drejtuar lidhjes me politikën profesorës për një koalicion. Demolju ka domoshu i pjesën. Just një minutë. Pas ka shkruar ja nëse ne ofër hajdeni në grup që po shkoj. Cili është sugjerimi juaj zotri Bashi? Për takimin. Me paraqiku. Jo, po cili do të ishte sugjerimi juaj? Duhet pranoj ftesën. Për ftesë. Shef, unë e thash edhe paraprakisht. Partitë politike në Kosovë duhet me shtensionu situatën. Duhet me bisedu. Edhe refuzimin duhet me bon tavolin, edhe gjitha. Kjo është mendim personalimi. Gabime politike që i ka bërë Albin Kurti janë vazhdimsi, janë të përsëritura, por në fundit ne duhet të ulim dhe diskutojmë, qoftë edhe për shkun zgjedhje. Pra duhet të ulim dhe të gjejmë zgjidhje. Qoftë edhe zgjedhje, qoftë edhe duke thënë zotit Kurti, ti ke 48 deputet, vazhdo ose tërhiqu nga mundësia formimit qeverisë. Pra, ka plot opcione. Nuk do të thot ulja në tavolin as koalicion, as refuzim, as kurrë. Do të thot diskutim dhe diskutimi është i domosdoshëm. Nuk mundi me i diskutimit. Diskutimit duhet të bëhet dhe gjitha partitë politike duhet të jenë pjesë e diskutimit. Edhe refuzimi është i arsyeshëm. Sjellja që ka bërë zoti Kurti në 5 vitet e fundit është problematike, sidomos në raport me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Edhe gjua që e ka përdorur në letrën që e kesh dërgu, për mendimin tim është e prapranueshme. Nuk është në drejtën e tij me kallëzu se kush është i duhur dhe kush nuk është i duhur në LDK. Është e papranueshme. Nuk guxon me përdorur atë gjuhë. Nëse don vërtet martiritet. Nuk i interesojnë atij çështjet e brendshme të LDK-s. Siç nuk na interesojnë neve çështjet e brendshme të vendosjes. Besoni se ishte sinqert në letër pasi që thoshte që ju gjithmonë keni qenë të hapur për koalicionin duke përmendur dhe rastet e kaluara. Letra ishte me përulësi, ishte letra me respekt, por kishte disa elemente si ky elementi që unë kam pas probleme me disa tjerë që tash më duket se s'kan ndikim LDK-s është punë. Ka pasur, është raportimin Belia, ministrin që ka. Me siguri, po nuk është punë e tij ajo, ajo është jep kundër efekt. Nuk është gjuhë që duhet me përdorë. Nuk është çështje e tij ajo. Siç nuk është çështja jona problemet e brendshme që mund t'i ketë ai në lëvizjen për të vendosje. Pra, mendoj politikisht, partitë politike duhet të jenë të përgjithshme, duhet të komunikojnë, sepse nesër kurse që të bëhet kryeminist ka mu detyru me ulë me fuqisin. Ka mu detyru. Dhe mos më ulë me zveti me diskutu është e pa arsyeshme, pa logjikshme. Megjithëse zoti Kurti e ka shkatruar besimin, e ka shkatruar me besimin në vazhdimsi, sidomos natën e entuziazmit ku ka dalë partia e parë. Pa unë personalisht po mendoj një pasi një deklaratë në të shprim, sepse ka qenë i fiksuar për rezultatin dhe kur e ka pa që ka dalë me 40% të votave, ka pas entuziazëm për kjo, e ka nxit për me bërë deklaratë.